dy përfaqësues të dy shoqata të tjera që operojnë së bashku në organizatën e veteranëve të luftës, të asaj familjes dëshmorëve dhe të invalidëve të luftës, po ashtu kryetari i Shingucatit i cili do të ndajë njoftimin për ju. Kryetar, fjala për ty. Faleminderit shumë, nderuar media të Kosovës. Ju besoj se jeni edhe të informuar, ne kemi shpallur një protestë e cila do të mbahet me 17 tetor në ora 17 në sheshin Skënderbeu në Tiranë, ku ne kemi gjetur mbështetje shumë të madhe nga qytetarët e Shqipërisë, nga institucionet e shtetit shqiptar, po vetëm nga qeveria. Protesta ka karakter gjithmonë jo kundër gjykatës, jo kundër drejtësisë, po kundër padrejtësisë e cila po ndodh në Den Haag tash e 5 vite që jeni të informuar dhe keni përcjell, ju gjithmonë keni përcjell mbarvajtjen e asaj gjykate se çka është ndodhur atje. Ne veshimi në përfundim të organizimit, protesta na kanë marrë 2 ditë, do të thotë që ki mund të punojmë, të premten veç do të mbahet protesta, çdo sa nga shkuar në atë nivelin, ne se kemi menduar ka shkuar më mirë sa kemi menduar ne thashë më herët kemi gjetur mbështetje edhe nga qyteti i Tiranës vet, nga kryetari i bashkisë që është ushtues e tyre, nga grupet parlamentare të partive ndryshme në Shqipëri dhe nga vetë qeveria e shtetit shqiptar. Unë edhe djesha në një takim në kabinetin e tyne, ku ata dolën në mbrëmje e Edi Rama, besoj e keni përcjellë ju në për rrjetet sociale, që e mbështeti protestën gjithë popullore apo gjithë kombëtare që do të mbahet në Tiranë. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Talan Balla, i cili ai mbështeti partinë, kanë dalë shumë shoqata jo qeveritare, mbi 15 shoqata apo organizata ndryshme në Shqipëri kanë dalë mbështetje tonë, kanë dalë 5 rektorë të universitetit të ndryshme në Shqipëri kanë dalë mbështetje tonë, ku ne nesër do të kemi edhe një takim apo edhe një konferencë për shtyp në ora 17 në Hotel Tirana, në Tiranë bashkë me ata njerëz të cilët na kanë mbështetur, na kanë përkrahur. Kosovë kanë dalë mbështetje partia politike, shumica partive, PDK, AK dhe kryetari i Prishtinës përpara Roma dhe shumë delegat të kuvendit tonë që kena na kanë dalë mbështetje. Një shumicë jo krejt, do të jem kështu shumë i sinqert me juve, kanë dalë një pjesë e tyre na kanë mbështet, që unë i falenderoj gjithë ata që na kanë mbështet, po ata pse sa kanë mbështet, ndoshta deri nesër do ta mbështesin, po ne kemi mbështetje të madhe nga qytetarët, kjo është me rëndësi, sidomos nga qytetarët e Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë, Malit, Zi dhe Preshevë, Medveçë dhe Bujanovc. Sa për fjalime, mu t'ju tregoj se s'kemi diçka të mbështet asgjë, do të jenë ish presidenti i Shqipërisë Alfred Mojsiu, do ta marr fjalën, lideri shqiptar të Maqedonisë Ali Ahmeti do ta marr fjalën, dhe unë si organizator i protestës në Tiranë. Në Tiranë ne kemi ende emrin se kemi marrë, do të jetë një familje dëshmorit nga Shqipëria, i cili ka rrë dëshmor në vendin tonë në Kosovë, do të jetë një familje tyne që do ta marr fjalën nga një familje tyne në familjari tyne që do ta marr fjalën në Tiranë. E kemi të konfirmuar se kryeministri Edi Rama do të merr pjesë në protestë. Jem të prit sot apo nesër, na lajmëron për fjalim. Nuk besoj se do të na refuzon fjalimin të paktën. Kenë mbar për agjenda ftinë çka, po në protestë do të merr pjesë Edi Rama, kështu që dje na ka thonë prom që do të merr pjesë në protestën e 17 tetorit. Kështu që nuk kemi diçka që po do të mori, na kanë dhënë mbështetje edhe tifozët kuçezi në Shqipëri, na kanë dhënë mbështetje, sot kanë dalë ata mbështetje tonë për krahjet e protestës, kështu që ne jemi do të thotë në vijë shumë të mirë, një drejtim shumë të mirë të organizimit të kësaj proteste. Mendoj se numri i qytetarëve është bukur i madh, që vetëm nga Kosova deri më sot i kemi mbi 60 autobusa që të konfirmuam nga shoqatat tona, nga 3 shoqatat e invalidëve, dëshmorëve dhe veteranëve, që ne jemi të organizuar, të falenderoj kryetarët komunave, shumicës që ne kanë mundsuar transportin, si mos jesh bosh atyne, se ne s'kim pas mjetet tona, po tuk i falenderoj kryetarët e komunave që na kanë siguruar transportin për veteran, fëmijë dëshmorëve edhe sidomos për invalid që do të udhtojnë me autobusa ditën e premte. Besoj në ora 19 do të fillojmë nisja atyne nga qytetet e ndryshme nga Kosova. Unë diçka s'kam më shumë t'ju njoftoj, nëse keni ndonjë pyetje, ne jemi të hapur tret këtu, me 2 bashkëpunëtorë që jam këtu, 2 shoqata, jemi të hapur për juve. Kështu që mas pari mos ju zbosh ju media, pa ndihmën e ju nuk kishim mujt asgjë më bë. Po i them sinqerisht faleminderit gjitha media shqiptare, sidomos media në Kosovë që na kanë ndihmuar shumë në 3 protestat, jo vetëm në këto 2 që shkubollën në këto që po na ndihmoni, që jeni shumë të interesuar me ditë për punën tonë, për angazhimin tonë dhe veprat që jemi duke bërë na. Ne vetë kemi lajmëruar çdo institucion edhe në Shqipërinë në Kosovë që
kërkojmë ndihmën e tyre me ardhë dhe me na bashkangjitë. Protesta ka karakter kombëtar. Ushtria që Qendrore e Kosovës ka gjenezë mund në Tiranë. Ato është formu vitet 90-ta. Dhe ne ato pikërisht po shkojmë kush formu Ushtria e Qendrore e Kosovës, ti tregojmë gjykatës speciale se Ushtria e Qendrore e Kosovës rrjedh nga populli dhe ne jemi të popullit. Pa mbështetjen e qytetarëve shqiptar, ne sot nuk kishim mujt punojmë, veprojmë apo të bëjmë luftën që njerë për gjithmonë t'i thojmë stop hardhive çetnike serbe dhe të largohen nga Kosova. Kështu që unë jam i hapur për juve çdo pyetje që ju bëni. Po. Ata 6 autobusa kanë njësa, po? Jo, 60, mbi 60. Mbi 60 autobusa do të nisen nga vendet e ndryshme të Kosovës, pa e llogarit ato të Maqedonisë dhe të Molit Zidhat për Shevës. Vetëm shtetit Kosovës. Gjykatja do të ketë ndonjë organizim tjetër të protesta në zonë të tilla, që në bashkëtitje të realizimit në një vend tjetër. Unë besoj ju kena njoftuar gjithmonë me kohë. Besoj se pra do të njoftojmë me kohë, beli si mos juve gjithmonë media të Kosovës. Besoj si po do të ketë, po s'kem datë, s'kem afat diçka, po besoj si po ne nuk do të ndalemi. Kur do ta bëjmë nuk e di saktë, po ju them me të vërtetë nuk e di, po do të njoftojmë me kohë, si besoj si do të ketë. Po vendin edhe apo shtetin ku do të bëhet, e di që në Kosovë zot mohat protestë për momentin, Kosovë jo, në vend ndryshme po. Se po është dhe shpak shkurt e bona, a keni që kërkes televizja vetëvendosje qeveria Kosovës, presidenca ata do të marrin pjesë, do të shojnë përfaqësues tyre, keni kontakt me vetëvendosjen duke di që ka qenë kundër e gjitha këto. Në kërkes as i partie politike si na dërgu. Ne kemi bërë thirrje. Pa dallim partie politike, pa dallim ideologjie, gjithë shqiptarë që 11 shqiptar bashkohen në sheshin Skënderbeu. Pa dallim feje, se ne jemi shqiptarë të dy feve. Pa dallim fesë, katolike apo muslimane, ne do të bashkohemi gjithë të sheshin Skënderbeu. Ne kemi bërë ftesë. Çu që kemi bërë ftesë? Institucionet e Shqipërisë atje, kemi bërë ftesë në Kosovë. Publikisht para mediave të juve këtu. Edhe kështu që bëj ftesë gjithë, prapë them. Gjitha partive shqiptare në Maqedoni, në Kosovë, Shqipëri, në Malzi, Preshet në bashkangjitëm protestë pa dallim ideologjie. Kështu që ju ftesë personale nuk i dërgojmë askujt ne, askujt. Kështu se qeveria jonë është mirë më ju dërtu me këtë pyetje. Qeveria në detyrë, se s'është qeveria ende, po është në detyrë, më ju dërtu asoj atë një mëset. Ata deri më skandal me në mbështet, kështu që jo. Vjos Osmani në protestën e 7 gushtit me skandal me një konferencë dini atëherë besoj keni mos pyetje, që do të kanë të drejtë shoqata të luftës protestojnë. Aja ka qenë fjala asoj që e fandit për fjalën që ka thonë, po jo deri më skandal. Respekt. Atë nëse s'keni pyetje tjera, e konsiderojmë të mbyllur këtë konferencë. Faleminderit edhe një herë për pjesëmarrje. Edhe për krejt atë angazhimin juve që bëni me këto aktivitete tona. Ju në pafshim në 17, në ora 17, në sheshin Tiranë, në sheshin Skënderbeu. Faleminderit shumë. Faleminderit.